Tragjedia në Maqedoni, dëshmia e 20 vjeçares që i mbjetoi zjarrit dhe Keprurës, rash në tokë, njerëzit më shkelnin duke ikur. Maria Taseva është vajza 20 vjeçare e cila ishte një nga të lënduarat nga zjarri në diskotekën e Koçanit. Ajo dëshmoi para kamerës së Ministrisë së Punëve të Brendshme se në momentin e zjarrit ka pasur turm dhe se ajo ka rënë për tokë teksa po dilte jashtë. Të gjithë filluan të vrapojnë jashtë, të gjithë po përpiqeshin të shpëtonin. Motra ime ka humbur, nuk mund ta gjejmë në asnjë spital. Tani presim këtu rezultatet për të parë nëse do ta gjejmë, nëse jo, përfundimisht në Shkup. Duke dalë jashtë, rash në tokë dhe të tjerët më shkelnin. Thjesht me faqe isha në tokë, ka treguar ajo. Kujtojmë se kjo tragjedi e ndodhur në Maqedoni ka marrë jetën 51 personave, teksa personat e lënduar që po mjekohen nëpër spitale janë nga mosha 14 deri në moshën 25 vjeç.